kjo është e vërteta. Treta e vërteta. Okej. Qenka e treta e vërteta. Në cilin grup jeni ju? Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Kjo video është për juve që ju kam premtuar që do të bëj content për pjesën e fakultetit edhe për studimeve të mia, çka studioj, mënyrën se si mësoj, si përgatitem për studime e shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me fakultetin. Kështu që para se të dalim në temën kryesore të kësaj vetjes, unë po ju jap një informat juve për të gjithë ju që më keni pyetur pafund për rrugtimet që i bëj, për mënyrën se si shkoj, me çka shkoj, për këtë pyetjet e mundshme që janë bë për rrugtimin, e sidomos për rrugtimin në Turqi, e keni video në YouTube në kanalin Tringa Berisha, ku ju ndjek të më bëni subscribe edhe të shihni gjitha videot e mia të rrugtimeve të mia që i kam bërë edhe që do t'i bëj në vazhdimsi. Okej. Këshillat e mia dhe çfarë mendoj që duhet bëj një student i duhur për me arrit rezultate sa më të mira, jo në aspektin e notimit, po në aspektin e përfitimit të njohurive të drejtimit që ai ka zgjedh ose ajo ka zgjedh. Atëherë, janë dy lloje të ndarjeve që bëhen në aspektin e ligjëratave nëpër universitete. Grupi që mendojnë që ja vlen se duhet shkuar në ligjërata dhe duhet ndjekur ligjëratat, dhe grupi që mendojnë se nuk ja vlen që të shkojmë në ligjërata dhe të ndjekim ligjëratat. Në cilin grup jeni ju? Unë për vete jam në grupin që dua të ndjek ligjëratat edhe të shkoj në ligjërata. Edhe këto janë arsyet e mia pse mendoj që ligjëratat janë të nevojshme për një student për me qenë prezent. E para, është një rutinë që ti krijon nga orari i fakultetit që të është dërgu edhe që ti e ki, edhe është një rutinë që ti e planifikon ditën tënde sipas atij orare edhe cakton prioritetet e tua. Jo domosdoshmërisht për gjithë prioritet mund të jetë fakulteti edhe mund të jetë ligjërimet ose koha e ligjëratave, po kjo varësisht nga obligimet edhe varësisht nga prioritetet që personi cakton. Unë për vete, momentalisht prioritet e kam universitetin edhe gjithmonë nëse do t'jem në universitet edhe në vazhdimsi, mendoj që gjithmonë do t'jetë pjesa e ligjëratave prioritet për mua. Përveç se krijon një rutinë shumë të mirë edhe që është të ndihmon të planifikosh ditën tënde, gjithashtu është një mësim i vazhdueshëm. Njeriu mëson tu pa, tu shkru edhe tu dëgju. Këto janë 3 metodat më të njohura që një njeri mund të merr informatën edhe ta mësoj informatën ose ta mbaj mend informatën. Nëse bëhet kombinim i këtyre të trijave së bashku, është një mësim i mrekullueshëm edhe përpunimi i informatave që ti merr në drejtimin që ti po studion, bëhet të themi i rrumbullaksuar në mënyrë perfekte. Tjetra, çka është e rëndësishme që studentat mendoj që shumë pak e përdorin, është pyetjet me profesorin. Është e rëndësishme që kur shkon në ligjërata me u mundu me nxjerr sa më shumë prej profesorëve dhe profesoreshave. Unë po them profesorëve se po më vjen ma lehtë, po i përfshi të gjithë stafin akademik, kështu si term. Është e rëndësishme të bëjmë pyetje shumë. Unë jam një person edhe grupi im, sidomos në fakultet, e dinë edhe më njohin që bëj pyetje shumë. Mundohem të jam e vëmendshme, normalisht që fokusi nuk qëndron gjithmonë të njëjtën kohë gjatë krejt ligjëratës, po mundohem të jam e fokusuar në ligjërimin që bën profesori, po gjithmonë mundohem me kthy në bashkëbisedim. Pra, nëse ka diçka që nuk e kuptoj, e parashtroj pyetje. Nëse ka diçka që unë kam nevojë për sqarim prap, e parashtroj pyetje. Nëse ka nevojë që mendoj që një profesor për shkak të përvojës së tij të punës ose edhe përvojës akademike mundet me më jap përgjigje për profesionin tim, e kërkoj pyetje edhe nëse është jashtë temës. Pra, është një farë lloj rutine që ti krijon nëpër ligjërata, një bashkëbisedim që krijohet në aspekt profesional për me mujt me ndërtu ti hap pas hapi veten në aspektin e karrierës të drejtimit që ti ke zgjedhur. Kështu mëson. Po, rutina që krijohet nga ligjëratat edhe çka mëson nga ligjëratat edhe nga këto bisedimet edhe nga këto informatat, gjithmonë duke mbajtur shënime, mendoj që është një kombinim perfekt për me pas një mësim të vazhdueshëm. Edhe në fund, nuk i lejon që gjanat me të grumbullu, po thjesht dal në një rezultat të vazhdueshëm ku ti krejt në fund ndoshta për provim të dohet veç një përsëritje edhe dal në një rezultat shumë të mirë. Pjesa e dytë është literatura, po më qeshet me vetën se vetë sa e bona një gabim në të folur, po hajt që të bëjmë, nuk jemi perfekt. Edhe njëherë. Literatura. Literatura është e rëndësishme edhe unë mendoj që duhet studiuar me libra të profesionit tënd.
në këtë rast duhet studiuar me libra. Nuk duhet studiuar vetëm me ligjërata edhe me ndjekjen e ligjëratave ose me çka shpjegon një profesor ose një profesoresh. Mendoj që literatura, sidomos pjesa e librave, të mëson në mënyrë akademike dhe të përgatit në aspektin e terminologjisë shkencore të shkencës që ti po studion ose të temës që po studion. Në këtë rast, unë që jam duke studiuar juridik, mënyra se si flas në aspektin juridik, nuk më keni dëgjuar akoma, po si do që tjetë, të zhvillohet gradualisht duke lexuar libra me tematikë juridike. Mund t'jenë romane të cilat përmbajnë tema të të drejtimeve që ti po studion, ose edhe aktivitete të ndryshme, po që këto hynë në kuadër të gjërave shtesë për të u zhvilluar në aspekt akademik. Gjej kohën e duhur për studime. Cila është koha e duhur dhe koha ideale që ti me studiu ose me mësu çka ke studiu gjatë javës ose gjatë ditës. A do me bo përsëritje çdo javë, a do me bo përsëritje çdo ditë, apo do me bo përsëritje 2 herë në javë ose varësisht orarin që ti e ndon sipas angazhimeve tua. Edhe, a je person, gjeje veten, a je person që studion natën, apo a je person që studion ditën. Unë jam person që studioj natën, unë nuk mundem me mësu ditën. Thjesht e kam pasur gjithmonë vështirësi. Unë mundem, po e kam shumë të vështirë, kurse me më produktivitet mësoj natën. Kështu që ditën e shfrytëzoj për aktivitetet e mia të ndryshme, të ndjek ligjëratat, të shkoj në punë, të ndaj ndonjë kohë për aktivitete tjera, edhe më pas kur vije koha e natës, kur të erësohet, që nuk është akoma koha për të mësuar, shikoni. Unë filloj edhe mësoj. E pjesa tjetër si ja bëj unë është pjesa e çdo ditë. Mundohem çdo ditë me bo përsëritja të gjërave që i kam mësuar në ligjërat. A ja dal, nuk ja dal gjithmonë, kështu që më e mira dhe më idealja është që në fund të javës, sidomos në vikend, me bo një lloj përsëritje të javës që ti ke mësu. Një javën e parë nuk keni se çka mësoni, sepse veç angazhoheni me orarin e ri, me lëndë të reja, edhe me syllabusin e ri, po në javën e dytë dhe të tretë keni materiale të mjaftueshme për të filluar të studioni. A i kemi thënë të gjitha në këtë temë, nuk e kemi thënë të gjitha, a kemi edhe shumë për të thënë, padyshim që po, sepse ka metoda të ndryshme të mësimdhënies dhe mësimdhënies, po si do që tjetë, këto janë 3 gjërat kryesore që unë i përmenda, por padyshim që do të bëj video tjera, por ju lutem më bëni pyetje se për konkretisht se për çfarë mendoni që unë do të bëj video tjetër për pjesën e universitetit, edhe më shkruani për komente pyetje të ndryshme. Siç po e shihni, koha ka filluar me u rrësu e unë në këtë rast filloj me u përgatit për mësimet e javës, edhe kështu që po bëhem gati, tavolinave që kam gati, me libra, me gjana, e unë ju përshëndes, ju përqafoj pa mas edhe shumë faleminderit për përkrahjen e pa fund që po më japni në vazhdimsi, me komente dhe me mesazhet pa funda për gjithçka që po postoj edhe po them, ose për intervistat edhe për çdo gjë tjetër. Por gjithashtu edhe për urimet që po më bëni në vazhdimsi për libër që po më lumturoni pa mas. Unë ju përshëndes edhe një herë, ju përqafoj për herë të 100, edhe ju uroj një javë të mbar, ju përqafoj edhe një herë. Mirupafshim!